Balluku, ajo çfarë ishte ngritur si pikpyetje në fakt për gjatë këtyre ditëve, se çfarë do të bëjë SPAK tani pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e mori një përgjigje sot, po çfarë përgjigje është kjo? Pra çfarë janë këto zhvillimet të fundit dhe ku çojnë ato tek e fundit, si sheti? Po e shoh që sërish vazhdojmë tek ideja që SPAK-u luan politikisht. Nuk po vë, si më thënë, kryefjalën për interes kësaj apo interes kësaj, por kjo sot më ishte fiks konfirmimi që SPAK-u luan sipas momentit. Pse? Interesante kjo. Sepse unë nuk ka reagime, ka shumë që thonë që në fakt po themi kjo ishte kundër përgjigje SPAK-ut për vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që është tjetër. Sot SPAK-u na tregoi që kishte pasur një 6 akuza tjera në xhep. Po. Edhe i nxorri krejt papritur si asin në bëng. Mos do duhet i nxirrte sepse kjo do të sillte argumentin për rëndimin. Sot ne pam që kishte 6 akuza të tjera shtesë për zonjën Balluku, apo jo? Po, ky është fakti. Dhe fakti, po, a mendoni ju se këto akuza u përgatitën brenda 3 javësh, krejt papritur? Ndërkohë që unë e di fare mirë që hetimet, si me thënë, printimet kanë ndodhur prej muajsh të tërë brenda Ministrisë së Energjisë nga zyrtarët e BK-s për gjitha tenderat. Pra ç'është ky SPAK-u lind pyetje sot që i nxjerr akuzat, si më thënë, si asa në mëng. Pra, provojmë se këtu gjithmonë vjet dyshimi tek ushtrim logjike është ky. Këtë po them pra, ose ti i ke akuzat, këtë që themi gjithmonë neve, ose ti i ke gjitha akuzat, dhe gjitha akuzat i vën tavolinë dhe për këto akuzat i kërkon masën, ose pastaj kjo, si më thënë, kjo le pikpyetje. Për mënyrë se si ushtrohet drejtësia. Si ka luajtur politikisht SPAK sipas teje? Pse fillon me disa akuza më të lehta, me një masë më të lehtë dhe pastaj nxjerr këto tjera? Pse duhet harxhonim ne 3 javë kohë me loj kungulleshkash, është pezullimi, s'është pezullimi. Mund të pezullohet apo s'mund të pezullohet zëvendës kryeministri e Shqipërisë. Ndërkohë që sot SPAK-u na thotë që si situata që nga më serioze. Dhe unë prapë po them, situata më serioze nuk u bë brenda 3 javësh. Unë besoj fort që situata serioze ka qenë ditën e parë. Dhe sot për mua SPAK-u është në akuzë se ka fshehur akuzat për zëvendës kryeministrin e Shqipërisë. Dhe pyetja është pse e ka bërë këtë SPAK-u? Kujt i shërben kjo lloj loje? Vum në lëvizje gjithë shtetin, vum në lëvizje kryeministrin tek gjykata kushtetuese. I bëm gjyqin gjykatës kushtetuese për mënyrën se si u shpreh për Belinda Ballukun. E kupton? Dhe sot pastaj, kur ndodh kur gjykata kushtetuese merr një masë sigurie për atë që ishte vendimi fillestar i SPAK-ut, SPAK-u na thotë, jo, pritni sekond se un kam ca akuza tjera shtesë, kështu që tani dua pezullimin. Pa nuk ishim ne që thamë që nëse SPAK-u, nëse është kaq serioze, për mua edhe favorizimi i tenderave për cilin akuzoi zonja Balluku, edhe për mua mjafton të aq për të nisur hetimin dhe për të kërkuar, si më thënë, pezullimin e saj. Juristët thoshin sepse edhe vinte në kuadrin e grupit strukturuar kriminal dhe vetëm ajo. Po, kishim atë që ishin 2 çështje, ishin ripërsëritje. Pra zonja Balluku në ndikimin e tenderave ishte recidiviste. Po, më shumë se një herë. Ishte më shumë se një herë. Pra dhe kaq mjaftonte që jo të bëhej loja pezullojmë apo spezullojmë. Pra si thon testojmë atë nenin që ishte në kodin e procedurës penale për pezullimin e zyrtarëve publik. Dhe kemi 3 javë që hedhim hin fall, është apo s'është Belinda Balluku individ, është apo s'është Belinda Balluku person publik, pozicion publik, ku fillon deputeti, ku mbaron ministri, e andrallat të saj natyre, gjitha këto, gjithë kjo energji e shkuar dëm, ndërkohë që kemi pas akuzat tjera ty që e tregojnë pozicionin e saj të rëndimit në raport me drejtësinë. Pra, pse SPAK? Pra pyetja është SPAK-u, kujt i shërben? Sepse ka shumë nga ata që sot, dhe jam e sigurt dhe në debatet publike të mbrëmjes do të artikulohet, sot kanë thënë, apo po thonë, apo do të thonë që ky ishte akti i fundit, i rëndësishëm, i drejtuesit në largim të prokurorisë së posaçme, Altin Dumanit. Parë në këtë këndvështrim, pastaj ky është një... Unë mendoj që ky është akti i fundit i shërbimit që Altin Dumani bëri Edi Ramës. Po si bëhet shërbim në këtë kuadër? Po sepse i bëhet shërbim, sepse 3 javë ne shtym muhabetin, çështjen me një çështje që realisht shumë fillim kur u mor vendimi ishte pak i dyshim. Pra një gjykatë që pezullon zëvendës kryeministrin dhe ministrin e një qeverie. U dhanë edhe shembuj, po sërish, si më thënë, dyshimi ishte shumë i madh. Mundet realisht gjykata ta pezullojë ministrin, qoftë se zotëri ke prova,
kërko heqjen e imunitetit. Siç erdhëm. Siç ndodhi sot. Pra, pas ka qenë në thelb, pas ka qenë kaq e thjeshtë. Për mua, edhe kur u dha ajo ndikimi tek tenderi i një prej i lotit të 6 të Unazës Tiranës, e kupton? Edhe aty ishte e çuditshme. Pse pas ka ndikuar vetëm ke loti i 6 dhe jo ke loti i 5? Pse ke i 6 dhe jo ke i 3? Pra si u arrit, pra si bën ndarja? Sepse fakti është se loti i 6 i bie te loti i fundit. Pra, kur Spaku ka verifikuar akuzat për zonjën Balluku, ka verifikuar 6 lotet dhe i ka rezultuar që 5 të parët janë rregull dhe vetëm i 6 kishte probleme. Dhe të 6-in e futi dhe përdori si mekanizëm për të kërkuar një masë shtrënguese përmes GKO-s ndaj zonjës Balluku. Pra e shikoni sa e dyshim tash kjo? Dhe pyetja është kujt intereson zvarritja dhe futjave në pranë Tani këtu dua të kaloj unë se ne kjo ditë e sotme është e vërtet, po na bën të ngrem pikë pyetje mbi rolin e gjithë secilit tek ky debat i madh publik që ti thua. Mbi rolin e Ramës, nëse ka pasur apo jo gjykatën kushtetuese, mbi rolin e gjykatës kushtetuese, nëse i bëri një shërbim Ramës apo nga ana tjetër bëri një lloj të mire publike sepse detyroi Spakun që të kalonte në një masë përshkallëzuese. Nëse pastaj e treta ndodhi kjo e fundit, po ndodhi sepse Rama do donte të ndodhte kështu përmes Spak dhe institucioneve, sepse nuk e bënte dot vetë. Pra, praktikisht ngrem pikpyetje me gjithë secilën. Cili është skenari që shet ti, pra? Unë besoj që e nisim nga vendimi para gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese mori vendimin që pezullimi nuk mund të merret praktikisht me fjalë të pakta. E pezulloi pezullimin, që është si një lloj mase sigurie që merret nga gjykata, po që në thelb besoj që kjo do të jetë dhe vendimi i datës të 26 janarit të vitit të ardhshëm, me qira fjalë. Besoj do shkojmë te kjo logjika. Po deri atëherë nuk e di se sa do të na shërbejë. Nuk ka rëndësi sepse deri atëherë kemi futur në ndrall tjetër, ai do ngjelet thjesht për precedentin. Por minimalisht logjikisht mendoj që do shkohet drejt saj dhe unë mendoj personalisht që duhet shkohet drejt saj. Pra nuk ka nevojë që të kërkohet për ministrat kjo loja pezullim të shpezullim. Nëse është provuar të ati fakti, në qoftë se ti ke provat mjaftueshme që zonja apo zotria minister apo zëvendës kryeministër, qoftë edhe kryeministër po doni, ka prova që është përfshirë direkt apo indirekt në korrupsion, në favorizim, ti shkoj i parlamentit, shkoj i mazhorancës për kacë, kërkoj imunitetin, bëje faktin e kryer, leja në thonjza kopilin der, thot populli atyre që e kanë atë. Mos luaj kungulleshkash me drejtësinë dhe fut ka 2 muaj, ka gati muaj ca që është pezulluar çdo gjë. Sepse ishte një vendim që nuk as lëshon dhe as kap. Por unë këtë pyetje bëra sidomos. Kjo është sa i vetëgon vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani pushtetit Ramës. Tani si e mendoj në real politik? Unë mendoj që Belinda Ballukun nuk e ka çështje me drejtësinë. Sepse nëse është për tunelin e Llogaras, ne këtu e kemi bërë sa herë. Dhe këtu, me qira fjala, po dalin gjithë ato që ka thënë zoti Ben Ahmetaj. Vetëm se ka i problem shumë të vogël. Ben Ahmetaj, në gjitha gjërat që ka ndërtuar dhe ka ngritur dhe ka denoncuar dhe fjala po i del, gjithmonë ka pas si kryefjalë zotin Rama si kryetari i organizatës, thotë me drejt. Edhe kur flet për Akshin, koordinatorin, edhe kur flet për edhe kopshtin privat, edhe tenderin e asaj që ka qenë dhe vetë dëshmitar me qira fjala të tuneli Llogaras, pos edhe ekoparkun e famshëm. Të gjitha këto çështje janë nën hetim dhe janë në veprime konkrete. Unë sfidoj cilin do që po na dek në këto momente. Cili nga këto çështje ka informacion prej gazetarëve që e pëlqejnë Spakun, që e kritikojnë Spakun, që e pëlqejnë Ramën apo që e kritikojnë Ramën. Cili nga këto çështje që me drejt zoti Ahmeti e ka denoncuar si dëshmitar okular, se është Edi Rama dhe ke tuneli, është Edi Rama dhe ekoparku, dhe ke Akshi, dhe koordinatori është i Ramës, nuk është i Ben Ahmetajt, Gysagasit, gjithë to. Pyetja është, cili nga këto hetime ka shkuar ke Edi Rama? Për cilin nga këto hetime u pyet Edi Rama qoftë si dëshmitar? Kur ju morë opinioni Edi Ramës për këtë çështje? Për asnjërin, sepse vërteta e madhe për mua është një dhe vetme deri sot, ndoshta nesër mund ndryshojnë gjërat, por deri sot ne kemi thënë gjithmonë që Spaku vërtet shkon ke gjëra që deri dukeshin pa i mendueshme. Po për mua thjesht dhe vetëm po i heq, si më thon, ato koret e plagëve që Rama ka marrë gjatë rrugtimit të tij të grabitjes së shqiptarëve. Dhe sigurisht që koret si Belinda Balluku, Erion Veliaj, Ben Ahmetaj, Fatmir Xhafa, Samir Tahiri, këto, sigurisht që ai do t'i kruaj që trupi i tij